A lejohet të bëjmë operacione plastike, për shembull hundën? Shejtani është zotuar para Allahut të lartësuar duke thënë ndër zotimet e tij: "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah." Dhe unë, ka thënë shejtani, do t'i urdhëroj ata që të ndryshojnë, thot, krijimtarinë e Zotit. Në Islam është ndaluar që njeriu të ndryshojë pra krijimin e Allahut të lartësuar. Pra, për shembull, e ka hundën, e ka kriju i madhi Zot në formën më të mirë. Njeriu për zbukurim bën operacione. Këto janë të ndaluara. Por, nëse për shembull ka pësuar një aksident dhe do ta kthej pra hundën ose varet veshët ose pra në origjinë, nuk ka problem. Ose për shembull shkaqe shëndetësore, frymarrje e tjerë, pra kjo nuk ka problem. E nëse e bën për zbukurim, kjo është ndaluar dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pra përmend në hadith që e ka mallkuar, kështu që Zoti na rujt dhe na bëf prej atyre që i përmbahen urdhrave dhe mësimeve të fesë. Amin.